dhe kemë vendosur që t'i bashkojmë forcat ashtu siç i bashkoi Gjergji me të gjithë princat arbror. Çdo luftë që ndodhi tash 600 vite ka ndodhur me flamurin e Gjergjit. Dhe ushtria shtirëmtare e Kosovës të gjitha rrugët, të gjitha luftimet që i merrte me këngë të Albulenës, me këngë për Gjergjin. Dhe kishte luftuar me flamurin e Gjergjit. Dhe lufta e fundit ishte me flamurin e Gjergjit. Edhe Ramja Demjasharit ishte me flamurin e Gjergjit. Dhe çdo dëshmori deri në luftën e fundit të ushtrisë shtirëmtare të Kosovës na kemi luftuar me flamurin e Gjergjit. Dhe nuk ka këtu pse të kemi paragjykime, jo ky, jo ai, jo ne, jo ata. Nuk e marrë mbështetje, edhe i kemë ftu që të marrin pjesë, është tur për ta, se kemë 2 eurodeputet të cilët kanë arritur qyshdje të Parlamentit Evropian, kemë përfaqësues të komunës së Vjenës dhe të Romës, kemë përfaqësues të komuna Varvreshe këtu, që kanë ardhur së bashku me Loris Kastriotin, stërnipin e Skënderbeut, dhe të mos jenë asnjë, mos gjen kohë të jenë prezant, kjo është keq. Përshëndetje miq të dashur të Kosova Info, si jemi në qendrim kryezi, një ndër organizatorët e këtij eventit, them ashtu, ditëlindjes dhe përvjetorit të Skënderbeut nga korporata Kryezio. Zoti Kryezio, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju. Faleminderit që keni gjetë kohën dilni këtu dhe të promovoni vlerat dhe traditën dhe kulturën tonë shqiptare për të gjithë ata që nuk kanë pas mundësi të vinë, që so paku ju me videot që do t'i bëni sot gjatë ditës, ti tregoni çfarë manifestimi do ishte dhe që të vinë përsëri vitin e ardhshëm, sepse më kjo tash është tradicionale. Është viti i dytë që është festuar në format ndryshme, por në këtë mënyrë madhështore është viti i dytë që po festohet. Viti i dytë është që jemi duke organizuar me organizatën Shqiptaria së Bashku, sepse ne kemi organizuar edhe më parë rregullisht, tradicionalisht, dhe kemë vendosur që t'i bashkojmë forcat ashtu siç i bashkoi Gjergji me të gjithë princat arbror, dhe për atë arsye i kemi bërë bashkë se ne kemi organizuar rregullisht çdo vit në ambiente të mbyllura ku kemi pas nga 200-300 vjet deri në 1000 vjet. Por vitin e kaluar kemi arritur të bëjmë diçka të jashtëzakonshme së bashku dhe gjithashtu edhe këtë vit mendojmë se do të jetë më bukur se vitin e kaluar. Dhe vitin e ardhshëm besoj se do të jetë edhe më bukur, sepse turma vetëm po rritet, masa vetëm po vinë. Na vjen mirë që kanë filluar njerëzit të dalin nga ajo mbrellë e mbrëmshme që ndoshta i ka gryer, pse dalim, pse mos dalim. Ka filluar një mos e madhe në bukur, një numër të madh që edhe të vinë nga të gjitha trevat shqiptare. Dhe kjo për ne është kënaqësi. Se kur kanë gjetë kohë të vinë edhe nga Argentina, arbreshët që kanë arritur mbrëm në orët e vona, e mos flasim që Lorisi na erdhi me familjen e vet qysh dje, par dje, 3 ditë para, kjo është diçka e jashtëzakonshme. Emri i Gjergj Kastriotit dhe manifestimi, a është një simbol i bashkimit, siç e thatë ju, dhe a duhet të eliminojë gjitha paragjykimet, do të thotë tek shqiptarët se jemi ashtu apo jemi kështu, pavarësisht nuk dua të specifikoj gjërat, a është një simbol i cili duhet na bashkojë rreth një tryeze të përbashkët të gjithë shqiptarët. Atë Gjergj Kastrioti ishte ati themeltar që krijoi dhe bashkoi princat arbror shqiptar. Dhe fol ti ne jemi sot këtu. Dhe fol ti ne sot frymojmë shqip, flasim shqip. Dhe çdo njeri duhet të ndihet krenar që është shqiptar. Sepse aty ishte ai që na bashkoi, edhe çdo luftë që ndodhi tash 600 vite ka ndodhur me flamurin e Gjergjit. Dhe ushtria shtirëmtare e Kosovës të gjitha rrugët, të gjitha luftimet që i merrte me këngë të Albulenës, me këngë për Gjergjin. Dhe kishte luftuar me flamurin e Gjergjit. Dhe lufta e fundit ishte me flamurin e Gjergjit. Edhe Ramja Demjasharit ishte me flamurin e Gjergjit. Dhe çdo dëshmori deri në luftën e fundit të ushtrisë shtirëmtare të Kosovës na kemi luftuar me flamurin e Gjergjit. Dhe nuk ka këtu pse të kemi paragjykime, jo ky, jo ai, jo ne, jo ata. Kjo është një çmenduri për të gjithë ata që ndihen shqiptar. Nuk mundesh me qenë edhe shqiptar edhe diçka tjetër. Ose je shqiptar edhe s'ke tjetër, ose je diçka ndryshe. Kështu që unë mendoj se të gjithë jemi shqiptar. Kem disa budallakina në mes që ditëlindja e atë Gjergj Kastriotit ka filluar tash 2 vite ta zbe atë të dytën dhe të ndjetë çdo njeri me atë qeltërsinë e pastër të shpirtit vet tamam shqiptar. Dhe mendojmë se
duhet çdo njoni t'i lej para gjykimet, t'i lej idiotësit e njerëzve të paguar, njerëzve të shitur, që na ndajnë dhe të na përçojnë. Kote kanë, për ne të gjithë janë shqiptarë dhe janë të barabartë, pavarësisht çfarë lloj do ndasie që po tentojnë të na krijojnë. Dhe besoj si këto çtimet, këto të bomet janë jetë shkurt. Pasi vetë ditëlindja e Gjergjit tash 620 vite po festohet. Kjo tregon shumë. Sa i përket organizimit, a keni marrë mbështetje edhe nga institucionet apo Nuk e marrë mbështetje. Nuk e marrë mbështetje, edhe i kem ftu që të marrin pjesë, është tur për ta, se kem 2 eurodeputet të cilët kanë arritur qysh dje të Parlamentit Evropian, kem përfaqësues të komunës së Vjenës dhe të Romës, kem përfaqësues të komuna Varbreshe këtu, që kanë ardhur së bashku me Loris Kastriotin, në stërnipin e Skënderbeut, dhe të mos jenë asnjë, mos gjen kohë të jem prezant, kjo është keq. Sa për mbështetje nuk po flasim që ajo që diskutohet për ta. Vetëm çka na kanë nxjerr barriera, bllokada, që presim të kryet një manifestimi, pastaj do të kem kohë edhe për ta. Sa paraqiti pengesa dhe lejimi një tende pavarësisht nga kushtet cila pikërisht në ditëlindjen e Skënderbeut u shfaq para shtatorës së tij. Ne kemi bo aplikimin me 14 janar 2025. Menjëherë kur ka fillu puna në komunën e Prishtinës e rregullt, se kem shku qysh me nga 3-4 janari, po jo mungon punë, me të 14 na është procesu landa, me 3 mars na është lëshu leja, dhe aplikimi i tendës ka ndodhur në fund të marsit. Jo është refuzuar për 10 ditë, pastaj kanë gjetë një lidhje ku ne dyshojmë se është pagu për atë leje, sepse populli thot me një fjalë të urtë, meni nuse nuk mund të martohen 2 vjet, dhe ne sheshin e kemi pas të rezervuar qysh nga bulevardi Gjergj Bush të katedralja Nën Tereza deri tek sheshi Ibrahim Rugova, ku na ka dashur me nal aktivitetin e parashutizve, sepse është rrezikuar jeta atyre. Gjithashtu kemi pas edhe problemin tjetër që fillimisht na është ju vendosja e shtëpizave të drunit që tjetë festat 6 ditore, po për shkak të punimeve që ndodhen edhe ato në sheshin Gjergj Bush, na u anulu, na u desh ta ndërprejmë edhe atë aktivitet 5 ditor. Pastaj na u vendos sheshi pritet 4 ditë para festës, kjo është diçka më tonë, s'kam fjalë, s'kam koment. Po për ne ata nuk janë pengesë, për ne janë vllaznit tonë shqiptar, pavarësisht që ndoshta dikush tenton t'ja ndryshoj bindjen edhe tenton t'ja ndryshoj identitetin, të kohët e kanë, sa ata janë vllaznit tonë shqiptar, pavarësisht besimit tyre, sepse besimi tyre është edhe besimi jonë, besimi ndaj Zotit. Edhe feja tyre, feja jonë thotë që ne është feja e paqes. Kështu që ne nuk kemi asnjë pengesë ndaj tyre. Atëherë cila mesazhi juaj për fund për gjithë ata të cilët sot festojnë apo kanë festuar në ditëlindjen e Skënderbeut dhe një mesazh për gjithë shqiptarët? Mesazhi im për të gjithë është që të vinë të festojnë me qetësi dhe me maturi, ti lanë anash çdo breng që kanë. Gjergji na krijoi këtë vend të jetojmë sot, me flamurin e tij luftuam deri sot, dhe nëse punojmë në këtë vend, duhet të kontribuojmë edhe për kulturën në këtë vend. Andaj i ftoj të gjithë ata të cilët kanë ardhur të festojnë me maturinë më të madhe që kemë pas tash 2000 vjet kulturën tonë evropiane, ti tregojmë botës që jemi evropian, sepse nuk kemë nevojë për ndonjë lloj as incidenti, as eksesi të asgjëshëm, dhe mendoj që do të shkojë gjithçka mrekullueshëm dhe për të gjithë ata që s'kan gjetë kohë vitin e ardhshëm të gjejnë kohë dhe të vinë, sepse e meriton Prishtina këtë festival. Faleminderit shumë zotëri. Faleminderit edhe ju gjithashtu.